Në bazë jena të dalë dhe realisht ka një mangësi e Partisë Demokratike të marrë parasysh vitet e gjata që kena pas konfliktet brendshme. Sot po prap ka tentativa nga faktorë të ndryshëm të Partisë Demokratike për me kriju edhe një herë një konflikt artificial. Dhe është domosdoshmëri me dalë në bazë për mi tregu njerëzve që ne jena këtu, ne jena gjallë, por duhet edhe në opinionin publik që modelohet në rrjetet sociale. Pra, eksponent Partisë Demokratike, deputet, kryetar partish degë, drejtues departamentesh, pra gjithë Partia Demokratike duhet të jetë gjallë në çdo nivel. Çdo formë komunikimit për me tregu, sepse njerëzit një problem kanë frikë, se thonë po dalim atje, po vjen nesër AKU-ja, vjen nesër tatimet, vjen nesër i me tëja, i këme tëja qanë të institucionet, që janë si kërbaç kundër çdo lloj tentativet për me kërku liri. Si që tregova rastin e parë, ka qindra raste që ne i hasim çdo ditë në bazë. Pra njerëzit janë të frikësuar. Dhe për me vra këtë frikë, ne duhet me tregu që jena gjallë. Protesta nuk është të thonë me pas diçka ndryshe për me ba lajm, duhet me tregu që ne e kena seriozisht. Ka qëndrueshmëri, nuk do të jetë protesta. Si tregohet që e keni seriozisht, ma thot Gjin Gjoni mbi të gjitha me një kontekst të vogël, zoti Gjoni. Duke se policia ka arritur në një nivel të panjohur dhune ndaj deputetëve, në fillim në Albati, më pas Mziu, mos ndoshta dhe ju mund t'i ktheni reston, me që keni dhe status të privilegjuar, po pyes, nuk po aludoj gjë. Edhe njerë, zoti Gjoni, se nuk e kam cilësinë e audios në standard, të japim pak hapësirë edhe miqve tanë të regjisë ta përmirësojnë këtë aspekt. Këtu të më regjë më thoi nëse e kam zotin Gjoni? Po, tani po, zotin Gjoni, më thoni. Atëhere, juve, ashtu si që e theksuat edhe juve, policia e shtetit normalisht merr formën e pushtetit i cili sot drejton dhe e qeverisë e cila sot drejton, sepse ju e dini shumë mirë që policia nuk është depolitizuar dhe faktorët kriminal kanë depërtuar në çdo qelisë të policisë së shtetit. Por dhe mënyra se si reagon sot qeveria, mënyra se si i zgjidh problemet të parlament mazhoranca, është një përshfaqje edhe në jetën e përditshme të gjithë qytetarëve të cilët jetojnë në një dhunë dhe represion. Ashtu si që Tedi e theksoi, sot ne duhet të luftojmë kundër frikës. Unë e shoh në takimet që kemi dhe në jetën e përditshme, por edhe në takimet në zonë, ke një pjesë të madhe të qytetarëve të cilët disponojnë biznese apo lokale, nuk lejojnë që të zhvillosh takime në ambientet e tyre për shkak të represionit dhe mundësisë që tatimet, AKU-ja, policia bashkiake, institucionet e tjera të cilët janë represive, të ushtrojnë kontroll dhe presion. Dhe ne çdo ditë e më tepër po kërkojmë që të nxjerrim frikën dhe njëkohësisht t'i bëjmë më shëndetëstar qytetarët. Nga krau tjetër, mënyra se si policia është sjellë në raport edhe me liderin e opozitës, dhe ju e keni parë në gjitha protestat të cilët janë realizuar, që pikë këto dhe shënjeshtrohet lideri i opozitës në lëvizjen e tij të lirë, bashkë me njerëzit të cilët e shoqërojnë, duke hedhur edhe gaz lotësjellës, duke hedhur edhe topa ujë, po njëkohësisht edhe dhuna ndaj deputetëve të Partisë Demokratike, deputetë të cilët kanë disa mandate të cilët janë në parlament, sepse mund të ushtrosh dhunë ndaj një deputeti i cili është i ri dhe policia nuk e njeh, por ndaj deputetëve të cilët kanë nga 3-4 mandate, është e papranueshme dhe tregon mënyrën se si shteti sillet në raport me qytetarët dhe aq më tepër me deputetët dhe me kryetarin e opozitës. Dhe ne po e nxjerrim të gjithë qytetarët, por njëkohësisht edhe demokratët nga kjo lloj mbërthimi i frikës dhe padyshim që protestat në pikpamjen time duhet të jenë më radikale, por nga krau tjetër, partitë politike në vetvete në asnjë vend të botës nuk bëjnë protesta të dhunshme. Dhe këtë normalisht duhet ta marrin sindikatat dhe qytetarët ose studentët, të cilët në momentin aktual sindikatat dhe qytetarët nuk është se kanë një organizim edhe për shkak të shkrirës dhe lidhjes së shoqërisë civile me pushtetin, por edhe për shkak të propagandës e cila sot 90% e mediave janë në uzurpimin e... Po, ja kemi dalë për shembull me shumë sukses, zoti Gjoni, mos të flasim për Belinda Ballukun, që është ende e lirë.
Po, është e vërtetë, por as nuk arrim të komunikojmë Belindë, se duket sigur. Nëpërmjet protestave të cilët po organizohen në mënyrë se si është përshas në raport me çështjen Balluku, rezulton që ka vendosur pikat mbi i në raport me ndërkombëtarët dhe sot janë denoncimet e Partisë Demokratike në SPAK, por njëkohësisht edhe në Kancelaritë Perëndimore, të cilët po vënë ca vija të kuqe të qeverisë Rama në raport me integrimin. Dhe unë shpesh herë edhe dje në parlament dëgjova deputetët e Partisë Socialiste që opozita po pengon Shqipërinë në integrimin evropian për shkak të denoncimeve që po realizon. Ne duhet jemi të qartë. Shqipëria nuk mund të hyjë nga dera pas në bashkimit evropian. Shqipëria duhet hyjë në raport me politikbërjen dhe mënyrën e trajtimit të çështjeve në mënyrë transparente. Dhe për sa kohë dhe opozita është faktori kryesor i cili duhet jo vetëm të informojë qytetarët, por edhe institucionet europiane në raport me nivelin e krimit dhe të korrupsionit, pastrimin e parave dhe çdo gjë negative që është në Shqipëri, por që nuk është augur i mirë në raport me përparimin drejt Bashkimit Evropian. Ja kuptoj. Faleminderit zoti Gjoni. Ndërkohë, Alessandro, me ty do të bëj një diskutim brezash në fakt. Sa të angazhuar është brezin tënd atë që jeton këtu, të paktën në rrjetet sociale dhe ato që ti ke një lloj komunikimi ndaj angazhimit eventualitetit të protestës. A janë ata aq mos kokçarës sa I paragjykojmë ne se janë apo si janë rrethanat? Unë besoj që në Shqipëri, në gjithë shoqërinë shqiptare, si të rinjt edhe të mosat brezat më të mësuara, ka